Një fije që asnjë distancë nuk e kput dot, një fije e bërë nga gjuha që flitet në shtëpi, nga traditat që mbahen gjallë, nga kujtimet që kalohen nga baba e nëna tek vajza e djali. Ky fill nuk është nostalgji, është aseti ynë strategjik, forca e madhe përbashkuese që kombi ka dhe njëkohësisht sfida që Shqipëria dhe shqiptarët kanë sot për ta mbajtur, ruajtur, për cilë brez pas brezi përballë rrezikeve të mëdha që i kanosen në një botë gjithnjë më të ndërlidhur, gjuhën e tyre në një botë ku vendet që kanë sukses janë ato që kuptojnë dhe veprojnë me vetdijen se njerëzit e tyre, kudo ku ndodhen, janë pjesë e një ekosistemi të vetëm, të njohurive dhe mundësive të rritjes, përmes